më keni kthyer më shumë se 60 vjet mrapa. Do të përpiqem që pa shprehur ndonjë emocion të veçantë që bëj me dije se kam pasur një fëmijëri të zakonshme, për vetë faktin se kam jetuar në një familje ku me një rrogë të vetme babaj na mbante nënën edhe 7 fëmijë. Kam pasur fatin që jam lindur në një familje arsimdarse, të gjithë motrat, 4 dhe të gjithë vëllezërit, ne 3 kemi punuar në arsim. Dhe kjo natyrisht se tek unë luante një rol të rëndësishëm që t'i përkushtohem qysh shkollimit fillor, duke qenë jo vetëm nxënës i shkëlqyeshëm, por duke i shtuar ndonjëherë edhe buxhetin familjes. Merrni me mend qysh në moshën 9 vjeçare kam punuar si rojtar në një rojtore të Gjakovës dhe për shpërblim merrnja për një javë, përveç në një bakshish i të vogël, një kuti shkrepse dhe me shumë gëzim e dërgoja në shtëpi që t'i gëzoj prindrit, se dhe unë në atë moshë ja po e shtoj buxhetin familjar. E familjes. Jam përpjekur që të bëj edhe ndonjë punë tjetër, por pjesa më e bujshme, ndoshta ndonjë fjali më tepër do të më lejoni, është shkollimi i mesëm, kur unë sikur dola në sipërfaqe, mora një trofe më të madhe në të asaj kohë, mikrofonin në duar. Arrita të bëhem një konferencje, thonshin i shquar derisa u bëra edhe konferencje i shoqërisë kultur-artistike Hajdar Dushi, dhe lejoni ta përmend se jeta me muziktarët, vetë jeni muziktar, ishte një jetë vërtet e mirë dhe unë ndjeja aty një dashuri ndaj muzikës, saqë me një rast ta përmend edhe këtë e këndonte Ismet Peja një prej këngëve më të mira, orkestra bëhej gati për ta dhënë mundësinë Ismetit të dalë para publikut. Unë në drejtova para mikrofonit, gjithë salla unë ngritën në këmbë duke menduar se do të këndoni ju. Tash, megjithatë këtë këngë më mirë se unë e këndon Ismet Peja dhe arriti Ismeti. Si u shua etja për mjekësi edhe fitoi dashuria për drejtësi pastaj? Unë gjithkohon si gjimnazist mendoja se do vi momenti që të regjistrohem në mjekësi, adhuroja shumë, por ja çfarë ndodhi. U regjistrova në fakultetin e mjekësisë në Nish, ndërkohë erdhi ekipi i Radio Prishtinës, në atë kohë ishte shumë i popularizuar një emision, Mikrofoni është juaj, e drejtonte Regjaj Suroj, atëherë gazetar, siç e dini më vonë funksionar dhe diplomat. E bëri një provë me mu për një orin nga fusha e sportit, tha unë po vrej disa parakushtet mira, mund të bëhesh një radioreporter i mirë. Tha po ta shojmë sonte si po kalon me këtë konkursin, fitova çmimin e parë, 24.000 dinar atëherë, dhe në darkë pastaj më tha. E sa po të siguroj se po të vish nesër, me njerë pas nesër do të hapi mikrofonin dhe të bëjsh transmitimin e përbot. Dhe kështu filloi ajo? Tash, rinia ishte ajo, transmitimet, udhëtimet, mendoja, hoqa dorë nga mjekësia, regjistrova drejtësinë, me njerë fillova të punoja si radioreporter, mu hapen mundësit dhe kur flas për transmitimet, unë gati se tërqethem, sepse kam bërë 317 transmitimin nga gjitha stadiumet e botës, më thonë se kam transmituar mirë, por e kam bërë me përkushtim të madh, vetëm një element që bëj me dije, sarë që më kthy për transmitimeve, i kam lutur në shtëpi të ma xhirojnë transmitimin, edhe nëse ka qenë mëngjes kur kam arritur, më para kam dëgjuar si kam transmituar, pastaj kam bërë gjumën.
Parë ju thani një rast, akademik Mark Krasniqi, si dekan juaj i atëhershëm, për lidhur me këtë, për radion, për raportimet, dhe cila ishte përgjigja juaj? Mbët me qesh, për shkak se profesor Marku ishte dekan i fakultetit, dhe një ditë po më thret, po thot, e sat po bëhesh një asistent i mirë, por po më tonë të tunë nuk po dëgjoj se po bërtet shumë stadiumeve, po manë transmitime, dhe si kur këto dy nuk ecin bashkë. Thash, profesor, jam dakord, nëse mund të arrim një kompromis, t'i lë transmitimet nga Kosova, rreth Kosovës, por mos më ndalën një transmitimet nga jashtë, sepse atë kohë isha student pas universitar në Zagreb, ndishnja fakultetin për studime ndërkombëtare në Strasbourg, më dushin librarit, bibliotekat, thash për këtë arsye ma lënë mundësinë që tha, jemi marrë vesh, tha, mund të vazhdosh me to, po këtu ti evitosh. Dhe, në që përmendet profesor Markun, aja edhe një vrejtje tjetër më ka bërë, qëllim mire, fitova me një konkurs për këto studimet ndërkombëtare, shkova të bëj me dijet si dekan, a i më tha, tash edhe po të ftojnë me shku me studiu jashtë, ki kujdes, mos po duan të thynë qafën e të largojnë për këtu.